E fillut seancën plenare me 1 minutë heshtje. Është minimumi që mund të bëjmë. Në fakt, që të mos duket që ai minutë heshtje ishte hipokrizi, mendoj se ajo që ka ndodhur me vrasjen e zyrë të gjykatësit është i paprecedent në botë. As kartelet e Ekuatorit nuk kanë vrarë kurrë një gjykatës në zyrën e tij duke lexuar vendimin. As mafia italiane nuk ka vrarë kurrë një gjykatës në zyrë duke lexuar vendimin. Kjo ka ndodhur vetëm në vendin tonë. Minimumi që mund të bëjmë ne si parlament është që të fillojmë një moment të një reflektimi të madh kombëtar. Relativizimi që përpiqen t'i bëjnë përmes mënyrave të ndryshme kësaj vrasje që në fakt tregon se kombion është në zgrip të hymners, është një alarm i madh për secilin prej nesh, po për të gjithë shtetin. Por në një vend kur ka ministra dhe nuk ka shtet, në një vend ku ka ligje dhe nuk ka drejtësi, në një vend ku presidenti shkel dhe nuk njeh gjykatën kushtetuese, më thoni ju, çfarë emri do t'i ve? Ju mendoni se autokracia shpallet me dekret? Jo më zoti kryetar. Ajo fillon avash si një proces, fillimisht duke friksuar deputetët, pastaj pushtetin lokal, pastaj duke angushtuar fjalën, pastaj duke e relativizuar, dhe në fakt me vrasjen e gjykatësit është vrarë iluzioni se në vendin ton ka shtet. Nëse nuk fillojmë të reflektojmë, në humner të shkojë ky vend. Faleminderit.